Dhe ju e dini shumë mirë, e dini dhe ata që s'duan ta pranojnë, që këtë raport që kemi vendosur unë dhe Partia Socialiste me Europën dhe me botën, nuk kemi pasur kur një raport sy më sy, barazia dhe respekti. Dhe unë e di si bëhet kjo punë dhe si mbyllet ky proces. S'kush tjetër nuk bën dot. Dhe prandaj jam këtu akoma, dhe prandaj duroj lloj-lloj kukumjaçkash, e lloj-lloj salamandrash, e lloj-lloj insektesh, dhe prandaj vazhdoj të jem këtu. Jeni parasysh mirë këtë gjë. Në ndërkohë, ti mire ke vënë titullin sy më sy, thot Lulieta. Po për ata që janë të verbër ose i verbon urrejtja si do bëhet. Avash, s'kemi çfarë bëjmë. Urrejtja është shiltari më i keq, është armiku i brendshëm më i madh i njerëzit. Pyeshja ime ndjes pas thoshte mlefi është e zeza të Zot. Kush urren e ka hallin të madh shumë për veten e vet. Dhe nuk kemi fare se çfarë i bëjmë. Akoma nuk e shpalos programin, thot Luan Thaçi. Luan, programi ynë është i shpalosur në të katër anët dhe dihet megjithatë rri pa merak se disa gjëra të qarta lidhur me të disa pika kyçe do t'i themi, por programi i programeve është antarësimi në Bashkimin Evropian. Ky është programi i programeve. Shikoni këtu, kur ne morëm detyrën, merrnim nga Bashkimi Evropian diçka më shumë se 200 milion euro në vit. Sot marrim më shumë se 600 milion euro. Do me thënë, në totalin e vetë. Pra, që të jem shumë i qartë me ju, investimet nga Bashkimi Evropian janë afro 700 milion euro, sot që flasim, në total. Pra investime që bëhen këtu, publike, private, e të tjera. Dhe stoku i përgjithshëm i investimeve për llogaritet rreth 6 miliard, ndërkohë që ne duam që ta çojmë në 9 miliard. Tani, çfarë ndodh me hyrjen në Bashkimin Evropian, dhe pse them është programi i programeve. Fondet e përfituara nga Bashkimi Evropian në periudhën 2014-2020, dëgjoni këtë se kjo është shumë e rëndësishme. Fondet e përfituara nga Bashkimi Evropian në total ishin 1 miliard euro. Total. Për 2021-2027, si buxhet pra që Bashkimi Evropian ka parashikuar për Shqipërinë deri në momentin kur ne mbyllim negociatat, është 2.6 miliard. Ndërkohë që me futjen në Bashkimin Evropian, llogaria bëhet 1 miliard mesatarisht në vit. Pra nëse sot ne nga buxheti i shtetit dhe nga të gjitha xhepat e tjerë, po themi të donacioneve e tjerë, vendosim në dispozicion bujqësisë më pak se 200 milion euro. Me futjen Bashkimin Evropian do kemi plus 300 në vit. E kuptoni se çdo të thotë. Prandaj, nëse ka
një arsye që edhe vetme mjafton për mos bërë asnjë diskutim tjetër, për mos i hyrë fare, jo po më pëlqen ky, jo po më pëlqen ai, jo po jam i majt, jo po jam i djathtë, jo po shiko se PS-ja, jo po PD-ja, jo po Aleanca Madhështore, jo po Kujtim Gjuzi, ka vetëm një arsye. Shqipërinë brenda Bashkimit Evropian. Shfrytëzimi i kësaj mundësie, i kësaj dritareje, i këtij momenti të përputhjes së yjeve të fatit ton dhe të fatit Europës në funksion të antarësimit ton. Më kuptove? Ky është programi i programeve. Pastaj patjetër që do të kemi gjëra të mira dhe pozitive në shumë